Të nderuar shikues, në vazhdim ndjekim bllokun me lajmet nga rajoni dhe bota. Deputeti i Partisë Demokratike Arben Ristani në një konferencë për shtyp nga selia e PD-s ka denoncuar miratimin e Byros Kombëtare të Hetimit, duke e quajtur atë si antikushtetuese. Në emër të PD-s, Ristani tha se miratimi i kësaj byroje është në prokurori paralele në të cilën Edi Rama do e përdor për qëllimet e veta. Në seancën e fundit të Kuvendit përveç zhvillimeve të tjera, spikati arroganca dhe forca e mazhorancës për të kontrolluar drejtësinë. Si arrogant dhe hileqar, Rama e Meta i hapën në rrugën e nështrimit të gjyqësorit, kontrollit të KLD-s dhe spostimit të prokurorisë. Dyshja oligarke krijoi 2 ditë më parë në Kuvend një prokurori paralele, duke miratuar të ashtu quajturën Byro Kombëtare të Hetimit. Ky instrument, pra Byroja Kombëtare e Hetimit, është një tjetër hap i kryeministrit për të kapur institucionet dhe kontrolluar pushtetet e pavarura. Sipas kushtetutës son, hetimet në këtë vend ende demokratik drejtohen dhe zhvillohen vetëm nga prokuroria. Po sot Partia Demokratike nëpërmjet një deklarate tjetër për shtyp të përcjell nga deputetja Liliana Elmazi, ka denoncuar edhe një herë dhunën e ushtruar në parlament ndaj opozitës, si dhe jetën kriminale të deputetit të Majt Arben Doka, që sipas Partisë Demokratike ende nuk duhet të ishte bërë deputet. Në emër të PD-s, Elmazi i kërkoi kryeministrit Rama të mos qëndrojë në heshtje, por çka po ndodh prej 23 ditësh.